Po du me kthyn kujtes edhe një deklarat të fundit me Moza Kusarit, ku duke ditë sakt që jeni deputet e Kuvendit të Kosovës në 6 legislatura radhazi, ju quajti e pa ditur dhe e pa informuar rreth ligje të Republikës Kosovës. Detyra atyre është me dalë me dezinformu. Unë i di këto, rregulloren në Kuvendit e di, sepse vetë fakti që jam që 6 mandate e i di këto procedurat. Nuk e kom dëgjuar, po ma merr mendja kur pas deklaratave që i kemi dhënë për konstituimin e Kuvendit. Obligim qeveria, Albin Kurti, ministrat, Zavens kryeministrat, e kanë pas momentin që janë certifikuar zgjedhjet. KQZ ka certifikuar zgjedhjet dhe kanë pas obligim me dhënë ndërheqje. Bile Albin Kurti e ka pas Zavens kryeministrin që me adresu pozicionin e vetë të Zavens kryeministri ose me gjetë zavensim, sepse ne pikrisht ta ditë që është dash më bë konstituimi edhe më votu raporti për verifikim të mandateve, ata e kemi pas një letër të shkruar, të përgjithësuar që kanë dhënë ndërheqje. Ato ndërheqje dash me qenë dikon të protokolluar. Për shembull, ne kemi pas që kanë qenë në lista zgjedhore plot kryetarë të komunave, edhe ata që kanë fituar momentin që janë certifikuar zgjedhjet në KQZ, i kanë deponuar ato, e kanë njoftuar KQZ-n që heqin dorë prej pozicionit të deputetit se do të kthehen në pozicionin e kryetarëve të komunave. Pse Albin Kurti, ministrat e vet, Zavens kryeministrat se kanë bërë njëjtën punë. Se kanë bo, do më thome një letër të përgjithësuar, po me gjithat ju e keni po që ne kemi thonë, po, mbas sharimeve, prapo insiston që është mbas sharimeve, ne kemi marrë si të mirëqen ato që e kanë thonë, i kemi detyruar në komisionin që jemi mbledh aty, me thonë, a keni dhënë ndërheqje, se nata ka qenë, po kemi depunuar, kemi marrë si të mirëqen, po që insistojnë, atë le të vendosë nëse le dëke, ka dërgu në gjykatën kushtetuese, le të vendosë kushtetuesja edhe të shohim çfarë ndodh. Askush në këtë vend nuk është mbi ligjin. As Albin Kurti. As ministrat Albin Kurtit nuk janë mbi ligjin. Shifi si po ndodhin skandalet marramenca të kësaj qeverie. Dhe Albin Kurti i mbron, se kemi asnjë hezitim, po të kishin ndodhur gjitha këto skandale, të kishin ndodhur gjitha këto hajni, gjithë kjo tenderet një burimor, vjedhja e energjisë elektrike, shtrëngtimi e energjisë elektrike, këta do i kishin kollë Kuvendin e Kosovës ashtu siç kanë vepruar më herët. Ose do kishin lënë me u mbajt seancat parlamentare. Skandali i Martin Berisht, për shembull.